Fitnja, sprova e dëgjallit, për burra dhe për gra, me e madhja. Pas kësajna, për burra, vetëm për burra, ka thonë Muhamedi alayhi salam, nuk kom lanë fitne, sprovë, të lashe më të madhe për burra se sa gratë. Derisa janë pa martu, fitne, shumë fitne madhe. E ke pasat rriti ka deviju që ka fitne. Martesa, fitne, të lashe shumë e madhe, derisa të ndodhë. Mas martesës, nëse gruja është qëshdohet, është ndershme, është muslimane e mirë, fitne, për shkak se është rrezik që burri mi bë padresi, në qoftë se gruja nuk është ndershme, nuk është që i bindet burrit, fitne. Më thanë, në popull thojnë, sille ka të sillsh, fitne. Nuk ka diçka që është e mushne me senzor të fitneve krejt, komplet, për burra, se sa gruja. Gruja është fitne fun e krye për burra. E krejt, na jem dëshmitar që të rrit i ka deviju kjo fitne. Në martes, shumë njerëz fitne. Shumë njerëz e kanë gju babën e nanën, për shkak kësaj fitne. Nuk është kjo për me zanë nazgja, kjo është fitne, kjo është sprov, po thamë, mas dëgjallit, me njëherë është që kjo. E di që shtira është me kuptu, mirë po kur të këshësh qysh i ka deviju njerëzit, e shë që kjo është qështo. Kujdes për i kësaj fitne. Pejdave nuk mund është me ikë, mirë po qisajna, para se më martu, qisajna bile regati, në qëto bile më zberë. E mas martesës, të sprovon Allahu Azza me një grue të mirë, falendëro Allahun Azza është sprovë, për shkak se tash do të me i dalë hak është. Sprovon Allahu Azza me një grue, nuk është muslimane mirë, nuk dë banë probleme, sprovë, basaber, edhe lutë Allahun Azza me të lecu sprovat. Une me këto krejt, po du me thanë që është sprovë. Ku gja më shumë? Me dit njerëzit që sprovë, mus me pritash që ku me dit që ka më ba nësë në televizor. Jo, kjo është sprovë, komplet. Nuk ka arë në hadith e përgjithshme, nuk ka arë para martesës, jo. Para, mas martesës, gjatë martesës, gjithmonë është fitne për burrat. Elusëm Allahun Azza që ata musliman që i kanë gratë që nuk ju bindën, me i dhanë Allahu sabër edhe me i bo gratë të tyne muslimanët mira, e lusëm Allahun Azza që ato gratë që janë mira, ndershme, të marrashme, i bindet burrave të tyne, i ngojnë burrat të tyne, me na ba neve burrave që me i dalë hakësh, e sa njerëz ka për dy anëve, e lusëm Allahun Azza me na ruajt e me na ba për muslimanët mirë.